Përshëndetje nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin tonë Realitete Ekonomike. Duam të flasim për 3 vizita të rëndësishme në nivel të ekonomisë botërore, të ndërmarrë nga 3 kryeministër, po ashtu të rëndësishëm të vendeve perëndimore. Dhe dua ta bëjmë këtë bisedë me profesor asociuar doktor Klodian Muço, dekani i Fakultetit Ekonomik, Universiteti Zonja e Këshillit të Mirë, ekspert i njohur i ekonomisë tonë. Profesor Muço, faleminderit për mundësinë për Faleminderit juve për ftesën. Profesor Muço, më 29 janar 2026, kryeministri britanik Keir Starmer realizoi një vizitë treditore në Kinë, e para një kryeministri britanik pas vitit 2018, i shoqëruar nga dhjetra drejtues biznesi dhe 2 ministra të tij. Më 16 janar 2026, pak ditë përpara, ishte kryeministri kanadez Mark Carney që u takua me autoritetet më të larta në Pekin, ndërsa më herët, në ditët e para të janarit, ishte po ashtu kryeministri irlandez në Pekin, Michael Martin, që bëri të njëjtën gjë. Në gjykimin tuaj, pse Pekini u zgjosi si destinacion përparësor në këtë moment nga këta 3 kryeministra të rëndësishëm perëndimor? Për fatos, para se ti përgjigjem pyetjes tënde, ndoshta për të dhënë kontekstin, por jo se lidhet në mënyrë direkte me këtë gjë. Një debat shumë të madh nëse ndoqë pjesën e Davosit, që në një moment të caktuar kancelari gjerman në një moment të caktuar përmendi faktin që kur Brukseli merre me dokumentacion dhe burokracinë, vendet e tjera kanë ecur shumë më para për të thënë që Europa nuk është më Europa e dikushme, është një Europë ndoshta shumë burokratike dhe shumë e prapambetur në shumë aspekte të inovacionit, të teknologjisë, të vizionit për ekonominë e të tjera. Kështu që sot që ne po flasim, jemi në një situatë, do me thënë një situatë geopolitike dhe geoekonomike goxha të ndërlikuar, do me thënë pa u dashur të ripërsëritin, do me thënë situatën në të cilën si vepron, do me thënë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Europa në një farë mënyrë që nga lufta dytë botërore e deri në deri para ndoshta një viti, Europa ishte lidhur ngushtë, do me thënë çdo zhvillim geoekonomik afatgjatë e lidhte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra kishim këtë aksin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Europë, Bashkimi Evropian në tërësi, dhe pastaj kishim nga ana tjetër Kinën dhe shumë shtete të tjera. Sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket sikur nuk e shikojnë më në vizionin e tyre afatgjatë Europën si një partner, ndoshta shikojnë si një satelit, po jo më si një partner. Kështu që në tilla kushte vendet kryesore të Bashkimit Evropian, por jo vetëm, shikojnë si një mundësi që ndoshta edhe neve duhet të shikojmë ndryshe zhvillimin tonë afatgjatë. Dhe kjo ndoshta është një ndër arsyet që pse, do me thënë, këta 3 kryeministra kanë vizituar Kinën së fundmi, ndoshta një arsye tjetër është po të shikojmë edhe marrëveshjet që Bashkimi Evropian ka bërë me Indinë së fundmi, por jo vetëm. Kështu që në thelb bota duke sikur po ndryshon edhe nga këndvështrimi ekonomik apo i relacioneve ekonomike afatgjata. Profesor Muço, sa e rëndësishëm ishte dimensioni ekonomik i këtyre takimeve? A ishin tema diskutimesh tregtia, investimet, teknologjia dhe mbrojtja e kompanive kombëtare të këtyre 3 vendeve nga rreziqet gjeopolitike? Shkoti pyetjen e parë nisi nga vizita e kryeministrit britanik, që nuk ishte vetëm. Dhe po ta shikosh, do me thënë, nga delegacion nuk ishte një delegacion politik, ishte një delegacion ekonomik, pra i shoqëruar nga biznese, pra fokusi i këtij takimi, do me thënë, pa u dashur të zgjerohemi në detaje, ishte qëllimi ekonomik, pra si do jetë zhvillimi ekonomik apo i raporteve ekonomike në periudhën afatgjatë. Prandaj kjo ishte një shoqërim, do të thënë, ishin thirrur edhe dhjetra biznese. Pra aspekti ka të bëjë me ata që ne i quajmë diplomacinë ekonomike. Dhe pjesa, baza e këtij takimi ishte pikërisht pjesa ekonomike, që si mund të zhvillohen dhe si mund të diskutohet për çështje të caktuara që të gjithë dim pjesën e me taksave doganore apo i barrierave doganore që shtetet e ndryshme të Europës, Bashkimi Evropian në tërësi, i ka vendosur për shumë produkte kineze. Kështu që nga një anë kam përshtypjen që thelbi në vetvete ky është. Kina nuk duhet harruar dhe po e mbyll është fakti që po të shikojmë të kthehemi edhe tek ai plani 16, fokusi është inovacioni sot, dhe inovacioni në shumë aspekte, do me thënë qoftë edhe në përdorimin e inteligjencës artificiale, që ndoshta qytetarët e thjesht e lidhin vetëm me ku ta diun me kompani si ChatGPT apo si Gemini apo
Si këto po të shikosh parat nga përdorimi, do me tha, por që sigurisht nuk është vetëm ajo, po dhe tek ajo ti shikon që si kompania kineze, pa dashur të përmendim emra të ndryshëm të kompanive, kompania kineze dhe kompania amerikane, dy kryesoret, sa pak para kishte ka hedhur kompania kineze dhe sa shumë para ishin në Amerikë dhe rezultati duke do me thënë pothuajse i njëjtë apo për mos thënë që do shta kjo kineze dhe me e kasë. A përbën këto vizita profesor Muço një qasje më pragmatike, ju e përmendët edhe në përgjigjen e pyetjes së parë, qëndrimin e ri të Europës, sidomos Europës së Bashkuar, Bashkimit Evropian ndaj konkurrencës, bashkëpunimit të fluidshëm dhe dialogut me Kinën? Unë ka përshtypjen që po sot, do me thënë, ne jemi në një situatë në të cilën zhvillimi ekonomik i vendeve është i bazuar kryesisht tek pjesa e përdorimit të teknologjisë, tek pjesa e përdorimit të inteligjencës artificiale. Pra, baza është inovacion, por nga ana tjetër nuk duhet të harrojmë dhe ato sektor tradicional të ekonomisë që kemi nevojë të gjithë. Do me thënë nuk mund të zhvillohet baza e ekonomisë së një vendi gjithsesi ka nevojë për pjesën e prodhimit. Kështu që jemi në një situatë të cilën Europa nga një anë ka një plakje të shpejtë të popullsisë, një mungesë të theksuar të burimeve njerëzore të kualifikuara, një kosto të lartë prodhimi për shumë produkte të caktuara, kështu që në thelb në një situatë të tillë, do me thënë të problematikave ekonomike dhe gjeoekonomike në kompleks. Dhe nga ana tjetër kemi një vend si Kina që vazhdon akoma të jetë shumë konkurruese, qoftë për prodhimin labor intensiv, qoftë për pjesën e inovacionit. Në të tilla kushte, duke nisur dhe nga mënyra se si, do me thënë se cili është vizioni i Amerikës, pra ky poli 3, le të themi, apo poli 2, pra Amerika në vetë kam përshtypjen që Europa tani po shikon me shumë interes pjesën që si mund të përmirësohen këto raporte me Kinën për periudhën afatgjatë, pra si të përfitojmë, si mos të dalim duket, do me thënë nga ky roli që ka Europa apo vendet të caktuara në Europë në aspektin e ekonomisë ndërkombëtare. Në gjykimin tuaj çfarë pritet pas këtyre takimeve, marrëveshje konkrete ekonomike, rritje e dialogut ekonomik, por edhe atij politik përse jo, si dhe më shumë koordinim në çështjet globale? Më tepër se sa koordinim në çështjet globale nuk do shikoj, ndoshta shumë herë të flasim për këtë pjesë, gjithmonë duke u futur në aspekte të partneriteteve politike. Unë do shikoja më tepër në aspektin e pastër ekonomik, pra thelbi në vetvete kush është që si mund të gjejmë në një zgjidhje që këto, do me thënë këto barriera doganore që Amerika po na bëj, që ka qenë një treg i rëndësishëm dhe vazhdon të jetë një treg i rëndësishëm për vendet e ndryshme të Europës, si mundet që me thënë këto vështirësi që u krijohet kompanive evropiane apo produkteve evropiane për të depërtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si mund të zvendësohen këto produkte apo si mund të zvendësohen këto tregje, duke parë më tej. Dhe kështu që në një farë mënyrë, pavarësisht se nuk kemi një marrëveshje konkrete siç ndodhi, do me thënë marrëveshje bashkimi po e të tjerë, por që në thelb kam përshtypjen që po shkohet drejt kësaj situate që të gjendë një marrëveshje konkrete se si mund të luftohen barrierat tregtare ndërmjet këtyre dy makrogrupe. Quaj makrogrupe edhe Kinën sepse është gjithsesi një ndër shteti me popullsinë i dytë më të lartë në botë, shteti me prodhimin e përgjithshëm bruto do me thënë i dyti më i madh në botë e të tjera. Pra, është një ekonomi e rëndësishme që gjithsesi ka gati 1.3 miliard banor, më tepër se 1.3 miliard banor, kështu që në një farë mënyrë ka impakt ekonomik për të gjitha vendet. Pyetja e fundit të profesor Muço për bisedën tonë sot, a tregojnë takimet në Pekin të 3 kryeministrave të Britanisë së Madhe, Kanadas dhe Irlandës se diplomacia globale po hyn në një fazë tashmë edhe ajo ekonomike të realizmi politik dhe ekonomik ku dialogu me Kinën shihet si domosdoshëm? Shiko, unë pashë, do me thëmë, po i rieferëm, po këthem përsëri nga fillimi duke marrur shkas nga forumi Davosit. Me thënë, çfarë u pa? U pa që deklaratat të caktuara duke sikur Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë akome me atë vizionin e tyre që do vazhdojmë të mbajmë taksa doganore për produkte të caktuara, do vazhdojmë që ne të arrijmë ato misionin që ne kemi vënë. Për te aspekti që nuk u përmend mënyra se si do arrihet, ata vazhdojnë akoma që ne duam kontrollin e Groenlandës, ne duam që të vazhdojmë drejt kësaj politike të rritjes së prodhimit në vend dhe të vendosjes së barrierave tregtare me vendet e tjera. Pra duket që nga një anë
kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës që duke sikur po largohet gjithmonë më tepër nga vizioni apo nga bashkëpunimi i ngushtë apo gati homogen me vendet e Bashkimit Evropian apo dhe me Anglinë, po të shikojmë te forumi Davosit, kishte një moment të caktuar që presidenti i Shtetit e Bashkuara Trump kritikonte në thonjza, do me thënë politikën e ndjekur nga Anglia në një moment të caktuar. Kështu që në thelb duket sikur Europa tani po kërkon partner të rinj. Do me thënë duket sikur Europa gjithsesi do ketë, do me thënë ka një vizion dhe ajo se ku duhet të jetë në periudhën afatgjatë dhe nuk duhet që t'i humbasi ai roli i saj, do me thënë në politikë bërjen ekonomike globale dhe në ekonominë globale. Kështu që në të tilla kushte unë e shikoj që në një farë mënyrë zgjidhja në qoftë se kjo distancë ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Europës do vazhdoj që të thellohet, atëherë do me thënë nuk është çudi që për arsye ekonomike dhe pragmatike ka përshtypjen që në nivel global, në ekonominë globale do kemi një afërsi ndoshta më të madhe ndërmjet Europës, shteteve të ndryshme të Europës, se edhe Kinës, po ashtu edhe Indisë, sepse në një farë mënyrë duket sikur në momente të caktuara kanë të njëjtën, le të themi, kënd vështrim për sa i përket raporteve me ekonominë europiane. Kështu që unë shikoj që në periudhën afatgjatë kjo është destinacion. Profesor Muço, ju faleminderit për këtë intervistë sot. Faleminderit juve edhe një herë. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.